pandemisë kanë shumë i angazhuar. Edhe qytetarët janë shumë mirënjohës. Bashkëpunim me ta shpesh herë përmendin. Mirë po aki me na shpalos diçka në një rast që të ka ndodhur trajtimin e krizave në atë kohë. Po e kam një rast që duhet me shpalos, do shumë është interesant. Ka qenë problem në atë kohë me hy në vende ku ishin njerëzit të diagnostifikuar me Covid, sepse në atë kohë ju e dini që as mjekësia nuk ka pas çka me dhonë më shumë se sa thirrjeve të përditshme, mos me nejt bashk, me nejt në shtëpi, mos ju shmang njëri tjetër. Është një rast shumë interesant dhe kena pas rastin e dytë që është kom pas përhap shumë Covid-i në Gilan. Rasti i parë ka qenë Vrapçiçi. Manej rasti i dytë na ka ardhur prej Bonstillit. Në atë kohë bile kom pas mshele dhe kuzhina në Bonstil, në kamp amerikan. Edhe një qytetari joni o kom pas diagnostifikuar atje me Covid. Tashte u dasht me intervenu shpejt edhe u dasht qytetarit me transferu në QKUK për shkak gjendjes stronë që e pat, edhe ndërkohë familja e tij u mbyll sepse ishke qasisoju, ne ishke mos me pas ata kontakt me të tjerët. Në kohën kur po flasim, testet e Covidit u vanojshin shumë, vanojshin ka 2 javë, ka 3 javë, sepse edhe ka pas mangësi të testeve. Ndërkohë tash gjatë kësaj periudhe kohore, 2-3 muaj ditë ata nuk kanë pas kontakt, as kanë dosh më mbyll në shtëpi. Edhe na kemi qenë detyruar me i furnizu me ushqime. Sepse njëri kur nuk mund me dalë me kry shërbime jashtë shtëpisë, as me punu, as kur gjë. Ndërkohë e ka pas, kanë qenë me mua 2-3 njerëz tjerë të zyrtarë të punës. Edhe kur jam dalë, më javë dhonë ushqimet, djali i tij na ka përqafu. Djali i tij ka qenë atko 8 vjet, nuk besoj që ka qenë më shumë. Edhe ndërkohë tash edhe familjarët e tjerë reaguan aty, sepse po tash lënë se fëmia është aty nuk s'ka keq gjë. Tash masi ja kam dhënë ushqimin. Kur jam kthyer me hyrë në veturë, kam pa që 2 njerëz që kanë qenë me mua që më kanë shoqëruar nuk kanë hyrë në veturë. Edhe i thash, manej i thira, thash, pse nuk kush ku? Ja, do din. Pse e ke përqafua? Po dhe pse e ke përqafua, si gjana, din, interesante. Tash nashtave kishin drejt, atë se ishke punë frikës, po bortët Covidit sa, ne? Po tash nuk më jam dhënë një fëmijë 8 vjet largo prej meje, atë se nuk jo humane. Jo humane, jo njerëzore. Ndërkohë ata të 2 kolegët e mi nuk kanë dashur me pas kontakt me mua 2 javë pak. Desa të kalon të viru. Desa të marrë mi teste. Tash kur i morëm në rezultatet, familja e atij zotnis ka qenë krejt negativ. Në kuptim të testit. Tamam. Se kështu shumë pozitiv, familje e jashtëzakonshme. Familje e jashtëzakonshme. Me Covid. Po në Covid ata rezultuan si negativ. Edhe kur i thira unë këta 2 kolegët e mi, thash i marrë rezultatet, tha, okej, thash pozitiv, thash ishin 8-2 të lajt gjallë. Atë kena thonë, kështu thash, jo vre ka dole që e marrë rezultatet, thash negativ. Ka dalë në sekret. Ka pas edhe kësi momente shumë interesante, shumë mira, po u konë një kohë që s'kisha dosh me u këthyre, s'kisha dosh kur qytetarët me ballafaqu ma masi tortura, se humbi gjithçka. Edhe luftë psikologjike pak. Definitivisht luftë psikologjike, se fillon mulon njerëzit, përveç kategorisë sociale, manej fillon edhe njerëz që kanë punu punë ditore në ndërtimtari, mos po punu. Se na ti e din, na kena shumë familje që njerëz dalin punojnë, i marrin 20-30 euro në ditë, 40 euro, me çato pare e ushqejnë familjen e vet. Manej u nal edhe çajo punë dhe filloi me u rrit numri jashtëzakonisht i madh i familjeve që kishin nevojë për asistencë, mandej, evident se